Misioni i Bashkimit Evropian për Policinë dhe Drejtsinë e Kosovë ka paralajmëruar fillimin e hetimeve për krim të organizuar dhe kontraband në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Zyrtarët e EULEX-it thonë se po hetojnë të paktën 25 raste të ndërlidhura me kontrabandën, krimin organizuar, korrupsionin, si dhe një numër vrasjesh dhe tentimvrasje. Zëdhënësi e EULEX-it Blerim Krasniqi thotë se nga gjithsej 25 raste, 6 nga këto sipas tij cilësohen si serioze dhe të profilit të lartë. Dje prokurorët e EULEX-it kanë mbajtur një takim në Mitrovic ku kanë diskutuar dhe shqyrtuar 25 rastet që janë atje. Nga 25 rastet, 6 janë raste me prioritet. Rastet kryesisht kanë të bëjnë me krim të organizuar, kontraband, korrupsion, vrasje dhe tentimvrasje. Sipas prokurorit, rastet që janë sidomos ato që kanë të bëjnë me kontraband janë raste ku shqiptarët e serbë janë në bashkëpunim. Veriu i Kosovës që prej përfundimit të luftës në Kosovë nuk është i kontrolluar nga autoritetet e vendit, që prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës gjykatat në këtë pjesë të vendit që janë mbyllur pas protestave të ndonshme të serbëve lokal. Autoritetet në vend thonë se mos funksionimi i gjykatave po dëmton përpjekjet për vendosjen e sundimit të ligjit. Aktualisht në gjykata janë të angazhuar 3 gjykatës dhe 2 prokurorë të misionit e EULEX-it, por tash për tash asnjë nga gjykatësit shqiptare serb nuk është rikthyer në vendin e punës. Zëdhënësi e EULEX-it Blerim Krasniqi thekson nevojën urgjente për të rivendosur funksionalitetin e plotë të gjykatës së Qarkut në Mitrovic. EULEX-i gjithmonë ka bërë thirrje që gjykatat të funksionalizohen plotësisht, ka bërë disa parapregaditje të infrastrukturës. Sidoqoftë nuk mbaret vetëm prej EULEX-it se kur gjykatësit dhe prokurorët vendor do të kthehen atje. Ne kemi bërë thirrje të gjitha palëve të përfshira që të gjejnë një zgjedhje pragmatike, pasi që janë rreth 12.000 raste që janë duke pritur. Një numër përpjekjesh të misionit e EULEX-it për të rihapur gjykatat ka ndështuar për shkak të refuzimit të Beogradit zyrtar për të ndihmuar këtë proces. Sipas një plani të EULEX-it, në gjykatën e Veriut do të duhej të ktheheshin 2 gjykatës shqiptar, 2 serb dhe 2 ndërkombëtar. Por autoritetet serbe kanë këmbgulur se për zgjidhjen e çështjes së gjykatave në Veri duhet të nënshkruhet një protokoll i veçantë me EULEX-in dhe kanë kërkuar që ato të mos përdorin ligjet e Kosovës. Zyrtarët e EULEX-it ndërkaq thonë se kthimi i gjykatësve e prokurorëve vendas është nevojë urgjente dhe për këtë duhet një qasje më pragmatike të dyja palëve. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.